Peshngritët si Shkodraner kanë Qerimaj vjen të konfirmojë statusin e tij si një nga figurat më të rëndësishme të këtij sporti në Shqipëri, edhe pse vitet kalojnë, ai mbetet një pikë referimi në pedan duke treguar vazhdimsi, eksperiencë dhe cilësi të lartë në çdo garë ku merr pjesë. Në garën e rallës të kampionatit kombëtar, Qerimaj dominoi në mënyrë absolute në peshën 88 kg, ku jo vetëm u shpall kampioni i Shqipërisë, por arriti të vendosë edhe 6 rekorde të reja kombëtare, një tregues i qartë i formës së tij shumë të mirë. Ai realizoi me sukses të 6 provat, duke mos gabuar në asnjë moment dhe duke treguar stabilitet maksimal në të dyja disiplinat. Në stilin e shkëputjes ngriti fillimisht 149 kg, për të vjuar më pas me 151 kg dhe 153 kg, të trija provat realizuara me sukses dhe që përbën rekorde të reja kombëtare. Ndërkohë në shtytje, Qerimaj e nisi me 170 kg, një tjetër rekord kombëtar për të vazhduar me 176 kg që shënoi rekord në 2 garësh. Në provën e tretë ai ngriti 181 kg, duke vendosur rekord si në shtytje ashtu edhe në total dhe duke vulosur një paraqitje perfekte në këtë kampionat. Një performancë e tillë me 6 rekorde kombëtare dhe 6 prova të realizuara me sukses konfirmon jo vetëm nivelin e lartë të sportistit shkodran, por edhe përgatitjen serioze që ai po bën në prag të kampionatit evropian, i cili do të zhvillohet në muajin prill në Batumi të Gjeorgjisë.